mojnë rendin, sigurin, po dhe mbrojtjen më të mirë të Kosovës, duhet jemi gjithë unik edhe duhet jemi gjithë përbashkuar aty. Nuk është me rëndësi kush e ka dhënë idenë. Sot jam këta pushtet nesër. Ideja është ta ka është idenë në nevojë, po. Sot jam këta pushtet nesër ka me qenë dikush tjetër, mas nesër dikush tjetër. Gjitha mekanizmat e mbrojtjes janë krijuar nga dikush dhe kanë vazhduar nga dikush tjetër. Edhe me themelu nasë në Kosovë. Po kur kushtetuta s'ta lejon themelimin e një mekanizmi të tillë, pa e pas edhe listën serbe, ti kemi pas probleme bazike. Nëse e marrim kushtetutën e Kosovës dhe i lexojmë kush janë autoritetet për sigurinë në vendin tonë, kompetenca ekskluzive për ruajtjen e kufinit dhe për ruajtjen e rendit publik në vendin tonë me kushtetutë, jo me ligj, kemi parasysh i jepet policisë të Kosovës. Me në 128 që po e përmend avokati. Kompetenca për inteligjencë i jepet Agjencisë Kosovare për Inteligjencë dhe kompetenca për siguri i jepet Forcës së Sigurisë të Kosovës dhe me ligj rregullohet kjo punë. Themelimi i një mekanizmi të ndërmjet midis këtyre institucioneve duhet me u bë me ndryshime kushtetuese. Dhe ndryshimet kushtetuese nuk mund me ndodhin këtë vend pa e pas edhe miratimin e listës serbe. Një pyetje që unë besoj e zbulon këtë pjesë të debatës dhe do të luajmë tema tjera. Për secilën trup. Po megjithatë zoti Haradinaj ka gjetur një mekanizëm që pastaj mekanizmi është mbranda, është mbranda. Çdo herë kur ekziston vullneti për të shtyrë një mekanizëm përpara ka me Tani mekanizëm që ju dha nuk është polici.